Shikues të nderuar, përshëndetje. Kjo është katrori yt, katrori ku tentohet që temat e cilat i trajtojmë si probleme në punën tonë të përditshme në media, eventualisht të kërkojmë zgjidhje, të kërkojmë një çështje pak më konstruktive. Dhe sot e trajtojmë një temë që trajtohet ose si problem ose si prioritet, po pak flitet për do mënyra praktike se qysh mund të zgjidhen do prej çështjeve ose nëse çështja konstruktive ndihmon. Kryesisht kemi me fol për arsimin, edhe mysafiri imi është Rinor Qohaja, përshëndetje, mirë se erdhë. Mirë se vizeta. Vera në kushte normale është vakti mirë në arsim edhe në sport për shkak se sezoni i ri nis, dika ka shtatori, ka tetori, edhe ki kohë me u rekuperu, nëse ki pas naj telazhe ka fundi sezonit kalum. Po është s'pëdi vera e sot, është më të jo më nëzanat, që raportojnë për të njëjtin fenomen. Krejt testi i maturës, testi i arritshmërisë kopjohet, nuk e mrin qëllimin që është dasht me mri, nuk është test real i shkallësive dhe njohurive të fituara, edhe kërkush s'ka, qa me i thonë, kreativiteta guxim për me ndru që të punë, ose a ishtë dasht mas pari mu pajtu që kjo s'funksionon. Gjitha duhet me pas vullnet. E kam përtypjen është qaj vullneti fuqishëm politik me ndruni, me bës atë ndryshimin e prekshëm, sa që po mungon, se në fund të ditës nuk është që dikush atje në nivel qendror e lokal nuk është i ditur për çato probleme që ne tipi folëm sot këto, për test arritshmërisë dhe për test të maturës. Pra, sa i shpërdorimi është shumë evident dhe është i mirë të qenë ndër vite. Po keqardhja është çaj mos reagimi institucional, me reagu dhe me lanë këtë keqe me rjedh nga viti në vit, më kthy nga dekada në dekadë. Kjo është ka ndjej keqardhje, pasi që në fund ditës si testi i arritshmërisë, si testi i maturës, çaj rezultati i fryer, që ato keqpërdorime dhe çaj manipulim i lejuar, për te rezultatit në vete e ka një impakt shumë të madh që të prekshëm në jetën dhe karrierën e këtyre nxënësve, pasi që është determinues për shumë kënd çka me studiu dhe përjedhoj çfarë karriere me ndjek, dhe dikur atje një mundësi ose pa mundësia jotja si nxënës me kopju, të kthehet në përcaktim për të ardhmen tënde. Në anën tjetër, po më duket që domi është edhe strukturor, ti e mëson fëmin që në rast që dën me mri diçka, mirë me kopju, mirë është me bo naj mashtrim, mirë është me vjedh sistemin diqysh, mirë është me marrë naj shortcut, edhe pse pret ti që ai fëmijë nëse e studion juridikun ka mu bo gjyqtar me integritet, ose prokuror me integritet, nëse njeri e ka kopju, nëse njeri ka mashtru në test, ka vjedh, kur u konë në nxënës. Që është ajo me keqja për të asoj strukturorës që qelëm problemi në administrim, është edhe në mendësi. Rallë t'i gjanë e maturant ditë sudi që thëtë po shkoj, po futëm test maturës i përgatitur. Po gjanë shumë që flasin dhe bashkë bisedojnë në grupë, qysh me kopju, kush janë që ato komunikime që na duhet me pas për me marrë një rezultat. Pra, keqardhja në kretë këtë gjë është që është kthy në diçka më shumë se sa një administrim, është kthy në një mendësi të rive të rejave që detyrimisht për me pas të sukses duhesh me kopju. E tash këtu prapë kthehemi te përgjegjësia e institucioneve, se eventualisht kur njerëz i lënë në çat pambikëqyrje, në komoditet, atëherë vinë në pikpyetje edhe çdo vlerat morale. Jemi qenie njerëzore dhe unë nuk i vë në faj këta 33-a që tentojnë me kopju, pasi që në tillë janë ndërtu në çet model të këtij sistemi tonë arsimor, ku nëse ti do me marrë një rezultat mirë atje në test maturës, test arritshmërisë, gjithsesi duhesh me kopju, se në të kundërtën ti ngel i vet me ato pak pikë, pa mundësohet ty registrimi edhe krejt. Po bashkë një qysh me nxënës, njëjtin problem e kemi edhe mësimdhënës, që ata mësimdhënës janë administrues në test maturës, test arritshmërisë, është mendësia e tyre që hajtë se kur gjë, hajtë se ti la me kopju, hajtë se ta përkrahi këto, pa e pas atë racionalin që me ata i dëmton kallavllak tjerët. Tash këto dyja të kombinura na sjellin në çet rezultat që e kemi me që debat të rikthyeshëm, të riciklueshëm çdo verë, ku na folëm sa dojna, po në fund ditës. Po mandej është zinxhirore, ti e kryen maturën me test të kopjuar ose të vjedhën ose të mashtruar, mandej shkon e jep provimin për patent shofer që po ashtu ka pak
bishtënën rregullat, kështu me thonë, mas buti dhe pse herë mas herë i arrestojnë do ekzaminera, do instruktora, apo jo, diçka serioze, ma në fakultet dyqysh e gjenë në shortcut, gjithë vjen dikush që është veç një profesor i funit që s'ta jep notën, për ndryshet këta tjerë t'i kanë vizatu do nota, a ish dosh dikush me konstatu që dëm strukturor, apo në fakt, çka menej që është problemi është që diku njerëzit të cilët qështu e kanë kry, edhe shkollën, edhe fakultetin, edhe patent shoferin, edhe nuk e di as vetë çka tjetër, edhe licencën, mandej që ata kanë mu bo shefa në për komuna, në për ministri, edhe mandej kjo është e pariparueshme. Përgjithsisht sistemi jonë arsimor nxit për të jetuar me një farë iluzione. Edhe fillon nga shkolla fillore atje me pesë që s'janë hiç reprezentative. Po që po dërprej, ke dikun e kom dëgju diçka si me thonë 4 e kusurish mesatarja? Nota mesatare në nivel vend është jashtëzakonisht shumë e lartë. Domethënë është e lartë pasi që nuk ka një vlerësim të standardizuar. Po përtej që është e lartë, ti e ke të pamundshme në mungesë të vlerësimit standardizuar, ti më bëni dallimin një pesë që atje në Kamenic është e ngjashme me një pesë në Prishtinë. E ke të pamundshme. Se vlerësimi është shumë subjektiv në vullnetin e mësimdhënësi. A e dën nxënësin ajo? Në rastin më të mirë. Po në atë idealin që na dojna me pa, është një vlerësim super i standardizuar në mënyrë shumë meritokratik, që pastaj edhe ja humbet relevancën e testit maturës dhe arritshmërisë. Pasi në çdo version ku jemi aktualisht, ti edhe me hjek testin e maturës, testin e arritshmërisë, ti çysh do të mi regjistruar në shkollat mesme këta kur ti kanë pesë. Ti ke të pamundshme me filtru. Por për ata në secilin rast një far filtri ndërmjet me këtë ato probleme i shërben pak me pastru jo mjaftueshëm gjithherë dhe me bëj çat far ndarjen mes nxënësve, po që kjo ndarja shpeshherë kthehet në padrejtësi. Pasi që nëse e bojna një korelacion dhe matëm statistikisht mes nxënësve që kanë rezultate shkëlqyeshme dhe performancës të tyre në test arritshmërisë dhe të maturës janë diskrepancë këto dyja. Rallgja në far maturanti ose semi-maturanti që u kanë këtë pasje në vlerësimin paraprak e që në test të maturës të arritshmërisë ka pas rezultate lartë. Po këto janë në diskrepancë. Ky është një far këtu duhet dikush më jap një përgjigje se a është problemi që ata nxënësa që ato pasje i kanë pas në mënyrë gabueshme apo është problemi që testi ka qenë i gabueshëm ose ata thjesht kanë ditë me kopju, që ai rasti i keq që na e folëm. Pra, këtë këto në vete, me të vërtet meritojnë shumë vëmendje, po meritojnë vëmendje pasi që në qëtë verzion ku jemi, është u jetu që ai var iluzioni që pej pesës në shkollët fillore, për e i këti rezultatit fryer në test maturës, dikush përfundon me plot konfidencë dhe thotë në du mu bo jurist. E vazhdon tani diplomën në juridik, në qëtë farë verzione me qëto nota të tilla, me të njëfshëm, me pa të njëfshëm, me pjesëmarrje, pa pjesëmarrje, ose dikur inkurajohet edhe në magjistraturë, doktoraturë, edhe ti eventualisht e ballafaqohesh me një individ që kur s'është dashur me qenë jurist, po ai thot po unë tash po punoj kamarier. Po ai thot kamarier pasi që mungon kompetencë dhe aftësi të dura për profesionin e vet dhe ka përfunduar ndoshta në diçka që ai u dosh atë gjithherë me qenë. Po sistemi ja ka kriju që atë iluzionin që ti mundesh më kanë jurist, që ti ke diplomë bachelor e në master, ndërka që njëjti asnjëherë se ka atë kompetencë. Se ka kompetencë s'ka qenë kur i destinuar dhe se ka pas kurs si shkasi, aftësi, dije, njohuri për me studiu të njëjtën. Këto më janë ilustru këtë problemin e thelluar brenda sistemit. Edhe dami është më i vogël nëse kryen juridikun edhe punon kamarier, se mas shumë diçka mundesh me bo është me derdh një viski, eventualisht me damtu me njollos garderobën e klientit. A nëse pa hiri, me qatë njohuni bosh prokuror, ti e merr në qafë, Thjesht e merr në qafë dikon, domethënë e merr në qafë këtë sistemi. Kjo e keq që tani përshkallëzohet. Përshkallëzohet në rastin e parë. Bir, rekamarier, moje diplomën në ram, veç mos na merr në qafë. Po që kjo është shkaktuar shumë, pastaj edhe një pakënaqësi kolektive që kanë nxit edhe një migrim në far kohë, ku njerëz e kanë krijuar një farë përshimi këqyrona me diplomë, me master në smomuna.
as po futëm profesion, as askund. Kjo nuk jam profesion teme, që ku përfundova, po mendoj që satisfaksioni kishin shumë i lartë, si kurajt kishin destinuar nga fillimi për qatë profesion shumë të mirë dhe të respektueshëm të kamarierit. Nëse kishin ndjek far kursin, 3 muaj, 6 muaj që me bo makja këtën që shduesh, kishin më i kërkuri me një super pak të mirë në qatë profesion ku është, po edhe satisfaksioni në vendin e punës kishin shumë i lartë. Po në që situatë ku jemi, ti rrallë mundesh me gjetë dikën i cili punon në profesionin që e ka studiu. Që kjo është një diskrepancë jashtëzakonshme. Unë muj me të pyet qysh më rënëm deri që tu, po s'po du, se leto me identifiku që ata faktorë. Problemi është a dilet prej qësoj situate. Një pjesë, një ventil shfryrës është migrimi. Një pjesë e njerëzve kanë me dalë, kanë më ritrajnu, kanë me punu qka do që ka nevoj, Gjermania ose Zvicra ose kushdo. Për ta, një pjesë e njerëzve kanë me u ritrajnu në Kosovë ose kanë me punu në biznise familjare, punë madhe që ti e ki kry e ki marrë një diplom për diçka edhe je si diplomuar je i padobishëm, po një pjesë tjetër janë dëmshëm ose janë të pricë. Qa bëhet me ta? Unë mendoj përgjigja për këndo edhe për shi edhe ata studente, ata motorantë është për këdo është tregu i punës. Unë mendoj që të gjithë ballafaqohen me realitetin në treg të punës. Po që ajo diplom merr kuptim veç kur futen që ata 6 muaj, 3 muaj të parë në vend të punës edhe kuptojnë që ka dalë se që atë test që pas na kalu me të njofshëm, e tu kopju, që ato nota që pas na marrë në mënyrë jo meritore, s'pas ka fa relevancë, pasi që mu po më do të me performu që do të në vend të punës. Unë kam një shpresë shumë të rritur që veçanërisht me fuqizimin në sektorit privat, se në sektor privat s'ka burokraci, s'ka të njofshëm, ka thjesht interes të parë të produktivitetit dhe të performancës punëtorit. Aty të dush më ka një mirë, domethënë unë rallë gjaj në biznes që interesin e ka në diplome not mesatare, po shumë gjaj biznesi që interesin kryesor e ka veç shkasi dhe aftësi të individit në këtë rast të punëmarrësit. E tash kush ka kontribu në këtë gjë ndër vite, padyshim është edhe që ky atraktiviteti i punës në institucione publike, që nuk është bërë shumë në rastësi, pra diplomoj krejt, qelë sa ma shumë universitete, diplomo sa ma shumë njerëz, akumulo pak knatësinë, krijoj çfarë iluzionin dhe eventualisht moj në kontroll me qatë punën ose tendencën për me punu në institucion publik. Që tash kjo ka fillu më zhbë, se deri vonë të idealja e çdo triu ka qenë me punu me naj ministri, me naj institucion publik, me një orar dhe në 4. E kjo pastaj detyrimisht i kanë zitë edhe të njëjtin me shkuaj me ndjek juridikun e masterin, me shpresë që punon e futet atje në punën njërën për ministrive, ambasadave. Për ma tepër e ka pas edhe një efekt tjetër për cilin nas flasim shpesh, e ajo është që e ka deformu pasqyrën e papunësisë. Se ti ki bo 18 vjetë, edhe në vend se me këshirë me punu, diçka ti e regjistru në fakultet. E ki kry fakultetin, edhe në vend se me këshirë me punu, diçka ti e regjistru në master. Edhe ti deri ka mosha 25-6 vjeqare ki figuru student, ki figuru si i papun, edhe shifrat e papunësisë ma ne jonë deformu krejt, se ti student ki qenë, a që me diplom të Kosovës nuk i mujt me punu kërkun për tej sportelit në komunë dika, problemi joti është taj, po ti s'ki figuru si i papun. Ka qenë një problem i akumuluar dhe qëllimesh, pra në vend që strategjikisht qeverit e kalu mi vënë në prioritet për shumë zhvillimin dhe përkrajnë e bizneset dhe industrive në rajonët e Kosovës, çka është bërë, janë ndërtu universitetet në rajonët e tjera, të cilat kush është produkti tyre tashmë, ato janë në mbyllje sipër, se s'kan studenta, s'kan të interesum. E që kjo është na tregon në vete se kush ka qenë qaj vizionin ndër vite i qeverive paraprake dhe kush është produkti i këtij investime të gabushëm. E tash, me dash me folë për zgjidhje mu spaku, mu po mdokët që kove të fundit është letu jeta shumë. A mundesh me i thonë Claude-it, Gemini-it, GPT-sa dikujt, me i thonë i kom dikush një Excel e ka, so 100.000 jurista, 10.000, 50.000 është me rëndësi i ka Kosova, ka që kom avokat, ka që kom prokuror, ka që kom banor, ka që ka kapacitet gjykata, nuk punën ventilimin palla drejtësis, me rështi një qita, ndreqin numrat edhe kalzëm që me bua, mi mshel fakultetin juridik a milion qel.
kaç kom ekonomista, kaç kom eksport, prodhim s'kom hiç ç'a me bo me ta. Në fakultet kimis nuk di sa i pranon UP-ja, po s'pranon shumë, prodhim kom 0, ç'a me bo me ta. Po më duket si lehtë është, a veç jam ka thjeshtësi. Jo, e letër, po padyshim është një problem më i thelluar se po flasim për gjenerata që janë fut në këtë proces. Pra, çka më bua aty në që janë diplomu në juridik. Po ajo çka unë gjykoj është jashtëzakonisht e rëndësishme është rikualifikimi. Pra e kemi një problem të diplomumve për të cilën s'ka kapacitet absorbues më tregu. Domethënë s'ki nevojë ti për ekonomista më, po s'ki nevojë as për kontabilista më. Po ki nevojë për profesione të tjera për të cilat po dëshmohet që ka një kërkesë të jashtëzakonshme. E tash na duhet detyrimisht me nxit që të rikualifikimin dhe ajo që unë qëndësisht besoj janë në kualifikime të shpejta, 3 muaj, 6 muaj janë të domosdoshme, me shumë shpejtësi i merr ato shkallësi dhe aftësi të duhura dhe futesh më njerë në treg të punës. S'është e keqe që ke studiu juridik, po me mu rikualifiku, mu bo një varë programer që lidhë platformat inteligjencës artificiale me një app. Bash. Veç a e ki qatë kapacitet intelektual dhe fleksibilitet intelektual që na do të me nëzit në mënyrë që për me rikualifiku fuqim. E ta është dy tema po ndalin për esti diskutimi. I pari është diçka që partitë politike e kam përmen, po kur s'kan ditë me zbërthy. E ajo është që bizniseve me ju njohë si shpenzim po në izbritshëm, jo i tatushën shpenzimet që i harxojnë në trajnime të punëtorëve, edhe me tentu që ta me stimulu pak, edhe e dyta është, pa i shdosh bre, me pas një farë, qa me thonë, qendre këshilluse për një 18 vjeçar, i cili nashta ka qef me se di as vet, ka qef mu bu dentist. Po nëse në mahalli ka 3 dentista të qysh se ka fort edhe Stockholmi nuk është ka lyp dentista se ka fort perspektiven e madhe me ardhë me vetë. So dentista janë në këtë vend, so pare i qarkullojnë ata, so pare i ajopin ATK-s, so pacienta me dhomë të prishti ka Kosova edhe javlen as javlen, po mdoget që nuk vynë shumë pare për më bëjt që kjo. Dy gjëja këtë, para që e vedisimi i bizneseve, e dyta që kjo orientimi në karrierë. Vedisimi i bizneseve, padyshim, nëse ka incentiva të duhura fiskale, jo fiskale, të nxitura nga shteti, padyshim që mundet me rri qatë përfshirjen e tyre. Mirë po, struktura e industrive në Kosovë dhe i tërsi ekosistemi i bizneseve është ndërtuar rreth SME-ve. Pra, mbi 90% i ki bizneset të vogla, të mesme, familjare, i cili 3 punëtori ka krejt, djali, vajza, familjarë mi thonë, apo a kemi nu për trajnimin e tyre, s'funksionon kjo. Po sikur të kishëm përgjithsisht industri më të fuqizuara, edhe veçanërisht unë qëndësisht besoj sa më shumë korporatat kemi, edhe të na sjellë që e corporate culture tek neve këto, jam shumë i bindur që do të ndikoj tutje edhe në disiplinë e punë, në produktivitet dhe gjitha, pasi po krijohet një standard i ri. Sa më shumë të kemi investime të huaja direkte në Kosovë të tipit të veçanërisht të qeljeve të industrive të reja, aq më shumë kthehet në rritje të kompetencës të kujdo që punon aty. Kushdo që në ditë sotit me ilustru, pa fol me emra, ka punu në Zara ose kudo, çaj që ato shkasi, që standardizim të punës që e ka marrë që aty, kudo tjetër në të ardhmen me shku që ai kom ja barë tutje, si praktike mirë, si përkushtim në punë. Pra është kriju që ai farë standardi i pritshmërisë që nuk besoj që mundet me ardhë për ishti ekosistemi përgjithsisht të bizneseve që në thelb e ka një mendësi shumë mediokre dhe përgatitje jo shumë të theksuar, se nuk është i rastishëm edhe mungesa zhvillimit ekonomik të na, se s'ki kapacitet, nuk ki biznesmen që kanë një kapacitet intelektual të duhur që më bua ata të konkurrueshëm në zhvillim që për eksport ose kudo. Dhe nëse këtë investimet janë të kufizura në disa industri, të cilat përgjithsisht janë industri të lehta. Pra, jo industri për të cilat kërkohet një investim më i lartë, jo në sens të investimit kapital, po mbi gjitha të investimit njerëzor edhe të intelektual, të ti për më ka një konkurrueshëm për eksport. Ti detyrimisht i dush me pas të standardizuara, plot procese brenda, e të sofistikuara, po për të cilën as pari duhet me pas një vullnet nga kushdo që është në pronësi, edhe një kapacitet
të intelektit që me kuptu që duhet më konë më ndryshe. E shpresa jame është që sa më shumë bizneset të tilla në termin të formës të korporatave të futën në Kosovë dhe sa më shumë njerëz të ekspozohen të tillave, atëherë jam i bindur që e njëjta veç bartë të replikohet tutje, se çaj punuar që ka punuar atje në Zara ose kudo. Ai kudo tjetër që të shkoj ka cilin dush, sistem të butikave që ka sistemin e njëjtë ajo e njëjta korporatë, e krijon çat standard. Çka e para sa i përket bizneset dhe vetësimit të tyre. Pra, mi alon veç të mëshirë të tyre e kemi shumë të vështirë tash. Për shkak të kësaj strukturës të keq organizuar të bizneseve në Kosovë. I tillë është biznesi që nga pas lufta deri më sot, por shpresa jame e mirë është që kemi një grup të ri të individëve, të vajzave dhe djemve të ri që përfuten në ndërmarrësi, të cilët e kanë një kapacitet intelektual, po dhe mbi gjitha një vullnet shumë ndryshe se sa ka e struktura më pashme e të bërit biznes në Kosovë. Sa i përket orientimit në karrierë, gjëja padyshim kryesorja është që kjo thjesht statistika. Nuk i takon një Excel diku duhet me shkruaj sa i kemi sa na. S'ki nevojë me prit maturanta në zyre. Sa dalin pension, po në online, veç i thu Klodit. Website në të cilën veç i orienton edhe kupton për çet industri, për çet profil, për çet punë, te ki çet ka çet kërkesë në që kaq numër të vendeve të punës me çet pagë. E kur maturanti, se me maturanti e shes që ka dalë se për çet profil të gjimnazit, e pas ke çet mundësi të punës pas 7 viteve, po për profilin në shkollë profesionale pas ke mundësinë e punës me njëherë pas një vit, atëherë jam shumë i bindur që ai pastaj është shumë më i nxitur me studiu në shkolla profesionale se sa në gjimnazit që dush me priti me diplomu bachelor e master, eventualisht nëse ki fat në çata pak që janë më fut në çat profesion. Mirë po shkolla profesionale, pastaj që në çato profile që më të vërtet ka nevojë tregu i punës, atëherë padyshim që janë shumë më atraktive kishin. Por kjo zgjidhje shumë lehtë, thjesht të gjithë duhet të operu me data. Qëtu me bo thjesht të qasme publike, me bo matje të duhura, me pas një komunikim me komunitetin e bizneseve, me odat. Amo jo statistika kështu si përfaqësore dëshirore, po statistika që janë faktike të bazume në kërkesën e vërtetë të tregut të punës. Që kjo është shumë e rëndësishme, është gjëna që s'është bo. Pra na nevojitet na me gjurmu, mbi gjitha me gjurmu se ku janë maturantët tanë, ku janë të diplomumit, me pa sa porçe e përputhja, tregi punës, diplomim, edhe me ardhë me çato statistika që thjesht i orientojnë, ja letojnë njerëzve jetën. Se aktualisht që bëhet përzgjedhja për studim, është mbi gjitha ose familja, thotë hajt shko që tu se unë kom studiu baba, po mundesh me punu, ose në çat inercin e grupit. Shumë na e kemi pas një trend, këtë kanë studiu shkenca kompjuterike një kohë. Ose u kriju një farë imazhi që jo gjithësysh ka punë e po punohet për jashtë, ndërka që tash e ki një problem që është i mbi populluar si treg. Është i mbi populluar veçanërisht tash në zëvendësimin që e bën AI për shumë prej taskëve të një programere e të tjerëve, pra mirë po për këta tash sunjelen ti në mëshirë të rive dhe të reve, hajtë këshirë një që ka po ndonë të armën, po një shumë strategjike dhe institucionali u kallëzë njerëzve që kjo është potenciali në që treg, që kjo është potenciali për 5 vite, që kjo pas 10 vite dhe gjitha këto. Po nëse kretë që i bjenë që është veç mungesë e vullnetit politika, po nëse unë e ti pajtohemi në studio që statistikat janë dika publike, që Excel-i hala është free, që to Gemini është 20 euro në muj, i bjenë që i shkry që kjo punë me dashtë. Nëse kish pas një vullnet, po. Ka njerë do probleme këto janë qaq banale, ose që edhe ndjej keqardhje që i flas, me tregu drejtën, se është intervenime. Po që kjo është pse njerëzit e paramenojnë që është fërtelashe e madhe. Domethënë kur ju fol për reformë në arsim, po më duket për shtypjen e kanë që duhet me bo shkolla të reja, duhet me infrastrukturë të re, duhet me gjujt miliona, me qelë të ndera, me nuk është e domosdoshme, është një kompjuter i mirë. Veç që javë internetin në shkolla dhe zgjidhë edhe në rregull. Unë po të kallëdoj që mbi 90% shkollave s'kanë internet. Kanë internet zyre e drejtorit. Asolla arsimtarëve s'ka. Tash është gjynata ne mi kërkua dhe arsimtarit e mësimdhënësit mi thonë, shfrytëzoje ti internetin në zhvillim materialeve ku ai s'ka internet në shkollë. Pra, a është kjo e korrigjueshme? Po.
se nëse interneti po shkon çdo shtëpi, i çdosh me shkollën, çdo shkollë, po. Jo, ajo është, domethënë, ku ishi shkollës është. Ta ai tipi që shet tosta, ku ishi shkollës, ai të koll me Wi-Fi, veç problemi është qysh me Na ngrej kemi koll. mbi 1100 shkolla në nivel vendi, 1100 kontrata e bën me cilin do provider. Edhe Ja ecën. shpërndan në mënyrë që duhet në çdo klasë, në qasje për çdo mësimdhënës. Zgot Tash kabli. normal 3G-ja, 5G-ja, Ajo kanë është. jep çat qasje, mirë po flasëm për një institucionalizim të shpërndarjes së rjetit që njëra prej plot problemeve banale që në thelb zgjidhjen e kanë shumë teknike dhe praktike. Tema e fundit që po du me e trajtu është problematizu shumë ditëve të fundit. Menoj që është problematizu me të drejt, po du prap me këshyr që punën e zgjidhjes. Besoj e po që to, asociacioni komunave filloi me ngritë si alarm që qeveria është ka konstatën që nja 3.000 mësues janë tepër. Edhe nuk po dën me i pagu, po ju thot komunave bëni çfarë dëni me ta, gjeni metodën qysh me i pagu. Nëse konstatohet që kjo që ata njerëz janë të përdorshëm hala, apo veç vynë pak ma drejt, ma strategjikisht me punu me ta. Ata janë mësimdhënë që kanë karrierë në mësimdhënie, që të tillë nuk çaj 3.000 si te pris nuk është në këtë vit, po është i akumuluar si problem. Sakt, Para po si disa vjet ju vite varon kanë mend qenë qeverisë. 2.000, para do vjetë 1.500. Tash që ka marrë vëmendje që ata kanë vendosur me bu publike këtë verë, ajo është Kanë vendosur mos mi pagu, për që ato është bë publike. Po është bë publike mos mi pagu se ata në fund ditës kur s'është dashur më rekrutu. Kupton se nuk është që komunat se kanë ditë kush është numri i nxënësve. Ajo din numrin e nxënësve. Ai din që ka veç 5 nxënësa në një klasë, po quhet prapë i rekruton e çel konkursin për mësimdhënës atje komuna se në qatë nepotizmin politik edhe të interesave të ngushme drejtorive komunale. Po sikur rekrutimi i mësimdhënësve të kishte qenë centralizuar, atëherë s'ka këtë problem. Po tash qeveria që linjë buxhetore atje për psikolog për shembull, ose për sociolog e pedagog, qatë linjë buxhetore që kanë bo komunat i kanë rekrutuar njëjtit për mësimdhënës, okay? Në rastin më të mirë, në rastin më të keq, në vend që u dash psikologu në linjë buxhetore ka rekrutuar zyrtarët komunës atje. Pra që ky shpërdorimi në nivel komunal na ka sjellë çdo problematikë këtu, që komu për shkallëzu tutje se na po folëm sot, po në njëjtën kohë se na po folëm ai konkursi hala çelën komuna. Në kur që komuna s'pedin që i ka domethënë 3.000 veta i kanë te pric në nivel vendi, po prap çelën konkurs. Pra zgjidhja nuk është e paditur këto, po është loja e tyre është e paditur. Edhe që po supozojmë që nalet financimi për ta, a krym punë që kjo qasje drastike, apo i zhdasht mu me nis diçka që është nis shumë ma herët, se politikisht kryetarët e komunave kanë me thonë po, e ka nis në ka me nis njoni, edhe është që krejt shteti kundër ti edhe as njoni mos ka guzim politik. Me nis një farë reforme bas strukturore, kur po them reformë, po mendoj veç bartje nxënësve dhe mshelje të shkollave të cilat kanë numër të vogël ose numër minimal të nxënësave. A është që tash vakti me bëj atë punë? Jo, ajo ka qenë Vakti ka qenë shumë më herët. Mirë ka pasur Para ndroni. 10 vjetëve, mirë po tash implikimi është shumë më i ndihshëm. Pasi që mbyllja e shkollave mbi gjitha kërkon një përfshirje të komunitetit, se shkolla nuk është vetëm në pronësi të shtetit, ose është çast e lehtë kjo varbune, është në pronësi të komunitetit. Komuniteti normal që e meriton çat përfshirje më aktive. A nevojitet një ristrukturim i shkollave dhe i pozitave brenda institucionit të shkollës, padyshim që po se diçka me ata 3.000 mësimdhënës dhe me plot 3.000 tjerë që vinë ndër vite do të më bo. Po në fat mirë ka plot uzime administrative, nardhje e të rishikura që parashojnë krijimin e pozitave të reja brenda shkollës, të cilët pastaj mundën mu rialoku brenda komunitetit mësimdhënësve. Ta ka nevojë pak mu Për ritrajnu. shembull, mësimdhënës që ata mësimdhënës që janë të pris
teknologjike në teknologji informative, shumë lehtë mundën më kthy me një pozitë permanente nëse jo mësimdhënie në kualifikim të kolegëve, përkrahje të kolegëve në shfrytëzim të teknologjisë informative në mësimdhënie. Pra ka shumë mundësi brenda institucionit shkollës dhe shumë kriju një farë hierarkie të mirëfillt brenda shkollës që shkon përtej një drejtori edhe një sekretari. Se nuk mundesh me marrë një shkollë ti përgjithsisht vetëm me 2-3 veta në pozita menaxhuese edhe krejt tjerë në mësimdhënie ose në rastin më të mirë të përfshirë me aktive profesionale. Edhe me drejtor që e ka sot 60 euro për më duket rrogën më të madhe se sa tash ky është një debat tjetër se ti tash veç e ki problem me rekrutu njerëz të mirë për drejtor. Mësimdhënës të mirë e ki të pamundshme me rekrutu. Pasi që thjesht kush është ai interesi që ti më fut në udhëheqje për pak parë më shumë. Edhe kjo duhet më rishiku. Pra përgjithsisht e keq ai pay scale i në brenda sistemit arsimor duhet më rishiku edhe me pas incentiva për pak se s'kan bërë morit edhe rrugat një trajshëm për krejt. Kjo është gjëna. Domethënë dash ki performancë mirë, dash shkon super i përgatitur, dash jo ditët ty tritet rruga njëjtë. Kjo nuk bën kështu. Do të më kriju një sistem shumë më fleksibil të rritjes në pagë edhe incentivave të tjera që janë të prekshme me një herë. Jo në rritjen pagë mas 5 viteve, si rezultati i licencimit, mos licencimit. E fundit krejt, a duhet pra po thëmë me jadhon qështu Klodit a Gjiminojt a dikujt, mi thonë bëne një zgjidhje për ne, se na jena sui generis, apo që të punë e ka bo dikush ma herë, du të mi marrë në i model, na kena marak me folë për do modele Finlandës e Estonis, nuk e di pse i marrin që ato di qysh bu gjithë largë më doken. A ka dikush që i ka ranë fije kësaj punë? Tash, as modeli Finlandës nuk është më i miri, që po na dëshmohen tash. Po mirë dhe, po që na kena marak me të citu shumë nuk e di kush na e ka lënë, po që debat që ne tipe bujnë asot për problemin në sistemin arsimor në Kosovë, të njëjtin pa ta ndëgju para disa ditëve për në Finland. Do thonë një version joni është edhe atje në probleme të tjera. Finland është çka ka qenë. Mirë po, për ajo që ka neve na nevojitet është në intervenime super të prekshme që e quajnë ndryshimin në klasë. Pra nuk është më problemi modeli, e kurrikula, e dokumente strategjike, e ligje, e udhëzimet. Çka do që të bëhet, do të më shku si një intervenim që i kthehet në përfitim nxënësit, se tash ti rishikon strategjinë e arsimit për 5 vjet tash me 10 vjet. Me pa ajo s'po arrin më shku si një cilësi e rritur e mësimdhënies në klasë, si kushte më të mira për mësimdhënësin në klasë. Si ndryshim, e që ai tëra ndërtohet për çita, po nuk po arrin ky legjislacion, ky framework me kthy diçka në një punësim më të rritur, në një kapacitet më të rritur absorbues për diplomumit, në profile të përditësura, në tekste më të mira shkollore, në rezultate më të arritura, në vlerësimet formale. Pra, çto s'po kthehen në përmirësim brenda sistemit, e kështu që çfarë do intervenimi që vjen duhet më shku në klasë. Në klasë e para për mua më rëndësishmja është përkraja për mësimdhënës. Mësimdhënës tonë duhet më përkraja zakonisht shumë për metodologji të reja të mësimdhënies, që e kemi super më rëndësi. Është një momentum ideal inteligjencës artificiale tani, që you have to twitch it perfectly edhe me ofru që atë farë përkrajë një mësimdhënësi që me ditë me përdor inteligjencën artificiale me zhvillu aktivitet mësimor, me bo planifikimet, me bo vlerësimet, instrumentin e vlerësimit, sa do t'jeti i përgatitur mësimdhënësi, nëse cilin rast inteligjencë artificiale, testin kom ja bo ma të mirë. Po, definitivt. Po, ajo që ka na duhet më përgatitur, qysh këta mësimdhënës me ditë me zhvillu një prompt të duhur, qoftë në qëto modelet aktuale, language model të inteligjencës artificiale, ose në e farë platforme të ndërtume ekskluzivisht për mësimdhënës, të cilët e japin një input të mirë, edhe ju ofrohet që ajo si përkrahje, edhe i kthehet si një metodologji pak më ndryshe mësimdhënies. Qyre veç një flet me aktivitet me jap një mësimdhënës, më thon, qyre qitor zhvillohet me çdo aktivitet më ndryshe se sot mësimi tradicional është life changing për çata nxënës, kupton. Se çka do që i ka mësu përmendsh në kaluamën, po i prezantohet servohet si më ndryshe, siç ai input që i ka ardhur në çat kreativitet që tashmë po ta mundson inteligjenca artificiale. S'është që ta ka mundsu interneti, po s'po ndosh pak me hallakat më shumë. Ja, s'tash si nevojë me hallakat. Më të lehtësuar.
veç duhet me kapitalizu që duhet. Pra e imja, pa dyshim në të vëmendje është veç me shku në klasë, të mësim më dhënësim, ja qatë përkraje, mësim më dhënësim, në mënyrë që drejt për drejt me shku të nëzënësim. Që i bjen që zgjidhje ka edhe nja 4 prej tyne i trajtun për 30 minuta edhe tjerat s'kishin pritu me vazhdu, po është seriosisht problem vullneti politik, është edhe ma problem situata aktuale politike, kështu që për input edhe për ideja sot faleminderit që ishën emision shumë. Ke knaci. Shkuas të nderuar, do Prishtinë zgjidhjeve realizohen, është punë e lehtë, u tha dhe ma herët, duhet vullnet politik për me pas mas pari pikujt me kërku, përgjithësi duhet institucione stabile politike, diçka që Kosova nuk i ka ma shumë se 2 vjet edhe deri tash kanë kushtu me shumë miliona edhe shumë njerëz të humbun edhe nuk e di, vera është vakti mirë nashta me këshyr futboll, po është vakti mirë edhe me këshyr me çka kthehen edhe institucionet edhe na në punën edhe institucionet arsimore posaçërisht në punën ditore në vjesht. Mirupafshim.